mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Fryrja e barkut është një nga ankesat më të shpeshta që raportojnë si gratë ashtu edhe burrat. Shpesh përjetohet si ndjesi presioni, rëndese, shtrëngimi ose zgjerimi të barkut gjatë ditës. Megjithatë, jo çdo fryrje ka të njëjtin shkak. Dy nga arsyet më të zakonshme janë fryrja hormonale dhe fryrja që vjen nga sistemi i tretës, konkretisht nga zorrat. Tani do t'i trajtojmë më detajisht dallimin mes fryrjes hormonale dhe fryrjes nga zorrat, simptomat e tyre, faktorët që e përkeçojnë dhe si të veprojmë në këto raste. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini asnjë video me përmbajtje me vlerë. Çfarë është fryrja hormonale? Fryrja hormonale lidhet kryesisht me luhatit të hormoneve, veçanërisht estrogjenit dhe progesteronit. Kjo është më e zakonshme tek gratë dhe shpesh shfaqet në fazën para menstruacioneve, gjatë ovulacionit, në periudhën e shtatzanisë ose në perimenopauzë. Hormonet ndikojnë në mënyrën si trupi mban lëngje. Kur niveli i estrogjenit rritet, trupi ka tendencë të mbajë më shumë ujë. Progesteroni nga ana tjetër mund të ngadalsojë lëvizjen e zorrëve, duke krijuar ndjesi rëndese dhe presioni. Kjo lloj fryrje zakonisht shoqërohet me ndjesi të përgjithshme entje, jo vetëm në bark, por edhe në gjoks, duar apo fytyrë. Shpesh shoqërohet me ndjeshmëri të gjoksit, luhatje humori dhe ndryshime në oreks. Çfarë është fryrja nga zorra? Fryrja nga zorra lidhet me proceset e tretjes dhe formimin e gazrave. Ajo shkaktohet nga fermentimi i ushqimeve në zorr, intoleranca ushqimore, kapslloku apo sindroma e zorrës së irrituar. Kjo lloj fryrje zakonisht shfaqet pas ngrënies dhe rritet gjatë ditës. Barku mund të jetë i fortë në prekje dhe shpesh shoqërohet me gazra, grumësira, lëvizje të zorrëve ose dhimbje të lehta krampiforme. Ndryshe nga fryrja hormonale, kjo fryrje shpesh lehtësohet pas daljes jashtë, eliminimit të gazrave ose ndryshimit të dietës. Koha e shfaqjes së simptomave. Fryrja hormonale ka prirje të jetë ciklike. Ajo përzëritet në të njëjtën fazë të ciklit menstrual dhe mund të zgjasë disa ditë. Nuk lidhet domosdoshmërisht me vakte specifike. Fryrja nga zorra është më e lidhur me kohën e ushqimit. Ajo zakonisht përkeçohet pas vakteve të mëdha, ushqimeve të fermentuara, produkteve të qumshtit në rast intolerancë ndaj laktozës ose ushqimeve shumë të përpunuara. Ndjesia subjektive. Tek fryrja hormonale, ndjesia shpesh përshkruhet si fryrje e brendshme ose mbajtje uji. Pesha trupore mund të rritet përkohësisht për shkak të retencionit të lëngjeve. Tek fryrja intestinale, ndjesia është më shumë presion dhe gaz. Barku mund të duket më i zgjeruar në mbrëmje krahasuar me mëngjesin. Faktorët që e përkeqësojnë. Fryrja hormonale mund të përkeqësohet nga stresi, mungesa e gjumit, konsumimi i tepërt i kripës dhe mungesa e aktivitetit fizik. Fryrja nga zorra përkeqësohet nga ushqimet e pasura me sheqerna të fermentueshme, mungesa e fibrave ose në raste të tjera konsumimi i tepërt i tyre, si dhe nga ngrënia e shpejtë dhe përtypja pamjaftueshme. Si të veprojmë në rast fryrje hormonale? Menaxhimi përfshin reduktimin e kripës para menstruacioneve, rritjen e konsumit të ujit për të balancuar lëngjet, aktivitet fizik të moderuar dhe stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak përmes vakteve të rregullta. Gjithashtu magnezi dhe vitamina B6 mund të ndihmojnë në reduktimin e simptomave të sindromës premenstruale, gjithmonë me këshillim profesional. Si të veprojmë në rast fryrje nga zorra? Në këtë rast fokusi duhet të jetë tek dieta dhe tretja. Rekomandohet identifikimi i ushqimeve që shkaktojnë gazra, ngrënia ngadalt, përtypja e mirë dhe mbajtja e një regjistri ushqimor për të kuptuar lidhjet mes ushqimit dhe simptomave. Rritja graduale e fibrave, hidratimi i mjaftueshëm dhe lëvizja ditore ndihmojnë në përmirësimin e tranzitit intestinal. Kur duhet të shqetësohemi? Nëse fryrja shoqërohet me dhimbje të forta, humbje peshje të pashpjeguar, gjak në veqe, të vjella të vazhdueshme ose ndryshime të theksuara në zakonet e jashtëqitjes, është e domosdoshme konsultimi mjekësor. Fryrja hormonale dhe ajo intestinale mund të duken të ngjashme, por mekanizmat e tyre janë të ndryshëm. Njëra lidhet me luhatjet hormonale dhe retencionin e lëngjeve, ndërsa tjetra me procesin e tretjes dhe prodhimin e gazrave. Duke vëzhguar kohën e shfaqjes, shoqërimin me ciklin menstrual apo ushqimin, si dhe reagimin e trupit pas eliminimit, mund të identifikojmë më qartë burimin e problemit. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.